Dr. Botanica në fakt është një linjë e nutrikozmetikës e prodhuar në Bashkimin Evropian, është një linjë e certifikuar dhe me standarde të Bashkimit Evropian. Është linjë nutrikozmetike që do të thotë ka bimedicinale, ka super ushqime dhe vitamina të cilat vinë po ashtu nga bimët. Është linjë që i dedikohet edhe fëmijëve edhe të rriturve. Gjithmonë i kam qëndruar ides mos i vendosim lëkurës asgjë që mos ta konsumojmë dhe e njëjta gjë vlen edhe për Dr. Botanica. Po, në fakt ka një vedi shumë të lartë, sepse njerëzit vinë këtu edhe kërkojnë sa përqind është bio, për shembull për çdo produkt të Dr. Botanica është specifikisht e definuar se sa përqindje natyrale ka, kështu që njerëzit janë shumë të ndërgjegjësuar dhe unë them që klientët e Dr. Botanica janë shumë inteligjentë. Me thënë të drejtën, ky panair është dashur të bëhet shumë vite më përpara, sepse ne që kemi synimin gjithmonë që të bëjmë ndërgjegjësimin e popullatës shqiptare mbi përdorimin e produkteve natyrale, kemi pasur disa ngërçe, ndonjëherë edhe shpeshherë edhe reklamime të produkteve të tjera që gjasme janë natyrale por nuk janë. E në këtë panair vinë edhe shpalosen vlerat e vërteta të atyre që janë vërtet brende. E aq më tepër këtu, kur këto brende vinë në logon e Bashkimit Evropian dhe në standardin e laboratorëve kërkimor zhvillimor, atëherë është totalisht tjetër nivel. Kështu që jam shumë e lumtur që Dr. Botanica po përfaqësohet në BeautyFair Kosova 2026.